Në vitin 2024, Kosova i ka pas 281 megawatt në operim, edhe sot është në proces mi shtu edhe rreth 70 megawatt kapacitet tjetër, mirë po ato ende nuk janë shumë punë. Pi targeteve që janë vendus për strategjisë për energji, kemi 1600 megawatt që pritet me qenë online. Dhe me thëmë prej 1600-ve, i kemi 281 që për momentin i kena online, që kallëzën që ekziston një gap shumë i madh prej targeteve që i kena vendus në si vend, edhe është një diskrepancë shumë e madhe në aspekt të zbatimit. Kjo të regon se sfidë në Kosovë është jo me qitë target, se targeti është i mirë, edhe është shumë është mirë prit për këtë akterve të industrisë, mirë po sfida vërtet është nëse Kosova mundet me mbri, me kriju një treg i cili mundson që projektet serioze me u financu edhe me u shumë punë. Energjia ripërtërishme është një zgjidhje, edhe që thave Dardani më herët, një pillars shtyllave kryesore, të cilat i adresojnë secilën prej çdo sfidave që tregu jonë përballet me to. Por kapacitetet e reja nuk zhvilluan në shkollë të madhe, veç se ekziston urë me diell ose ka resurse të erës, mirë po apo nëse ka mbështetje politike. Ka edhe dy faktorë tjerë që duhet mi marrë parasysh për me mujt mi mbrit çdo kapacitete. Kjo është kur ka kapital financiar i cili implementohet në Kosovë, vjen edhe implementohet në projekte të tilla. Që ky kapital ka marrë veç në rastet kur investitorët kanë me pas qartë këtë procesin e zhvillimit të një projektit. Prej tokës, deri te ideja, çosja në rrjet, modelin e qysh kanë me fitu për çatëve projekteve, mi pas kontratat e qarta, financimi i kryen, edhe janë të identifikuar me rreziqet e ndërtimit që vijnë. Prandaj që kjo reformë në aspekt të nivelit investues, nuk është vetë çështja e investitorëve, por paraqet një çështje kombëtare të kapacitetit tonë për me implementu projekte të tilla. Të parapare dikon kapacitetet të reja të hynë deri në 2031, si që të seki dhe zënë fina, 600 MW energji solare, 600 MW nga era dhe 100 MW prosumer. Do të thotë pjesa e hidro nuk është trajtuar për shkak se Kosova që dini ka një sasi më të vogël të ujëve dhe është trajtuar më herët, janë ndërtuar disa hidrocentrale më herët, ku kapaciteti i burimeve të rrepëteshme tash do të thotë sillet dikon rreth 300 MW, ndërsa te prosumer tash dikon rreth 34 MW kapaciteti që kanë marrë autorizime dhe një pjesë e tyre janë të instaluara. Sa i përket do të thotë kalimit nga mbështetja do të thotë më herët s'ka qenë përmes fedim tarifave, tash do të thotë mbështetja është përmes Ankonder do të zhvillohen burimet e rrepëteshme, se deri në 2020 janë filluar përmes fedim tarifa, ku ka qenë një çmim i caktuar, ndërsa tash për shkak të oferta konkurruese është parapar në bazë direktivës së re dhe ligjit që është transpozuar direktiva e burimeve të rrepëteshme në ligjin për promovimin e burimeve të rrepëteshme, edhe është filluar me Ankondrin, është përgatitur edhe çështja ligjore. I kam parapar një 5 shtylla të kornizave investuese që janë si të nevojshme për shembull siguria rregullatore për investitorët. Në 2, infrastrukturë energjetike e gatshme për investime. Në 3, modelet financueshme të tregu. Në 4, platforme për bashkë shtet biznes. Kosova tashmë ka përcaktuar drejtimin strategjik për energjinë e rrepëteshme 2022-2031, përmes politikave kombëtare dhe angazhimeve ndërkombëtare. Sektori privat nuk kërkon privilegje, por një treg të drejtë, transparent dhe të parashikueshëm. Në aspektin do të thonë tashëm është krijimi një kornizë investuese që bën që drejtimi të jetë i zbatueshëm në praktik, duke mundësuar që kapitali privat të kontribuojë në sigurinë energjetike, zhvillimin ekonomik dhe tranzicionin e gjelbër të vendit. Po të kishëm pas një takim me qeverinë si biznese, edhe me bankat ose donatorët, kërkesa kryesore do të ishte korniza investime në energjinë e rinovueshme të Kosovës propozim për sektorin privat. Jo si ankesë e biznesit, por si ofertë e bashkëpunimit.